Të nderuar besimtar, kjo jetë është kalimtare dhe çdo përjetim që njeriu, që besimtari, që njeriu kalon dhe përjeton në këtë botë të përkohshme, është gjithashtu kalimtare. Çdo përjetim i ëmbël, i bukur apo i hidhur që kalon gjithë secili në këtë botë është kalimtar. Njeriu vjen si një foshnjë e dobët që ka nevojë vetëm për dashurinë e prindërve dhe në veçantë dashurinë dhe për kujdesin e veçantë të nënës tij. Dhe kur e shikon një qenie të vogël, ndoshta prindi dëshiron që ai të jetë për herë i vogël nga kënaqësia që merr, por ai nuk krejt tillë. Rritet, vazhdon dhe fillojnë sprovat e jetës. Në fakt, çdo gjë e bukur që ne herë pas here mund ta duam shumë, mund të lidhemi me të, ajo është kalimtare. Nuk qëndron, sepse ligji i Zotit ka dashur Allahu që të jetë kështu dhe çdo gjë në këtë botë është e paqëndrueshme. Edhe shëndeti, edhe sëmundja nuk është e qëndrueshme. Çdo gjë që përjeton njeriu në këtë botë, posti, lakmia për pasuri, vetë pasuria, çdo gjë i njeriu, trupi, fuqia e tij, flokët e tij, pamja e tij, asgjë nuk është e qëndrueshme dhe çdo përjetim i bukur njeriu duhet i ngulitet që përjetimet e vazhdueshme dhe të përhershme janë vetëm në ahiret, në botën e përtejme, dhe ajo është synimi që duhet të ketë çdo besimtar që jeton në këtë botë të përkohshme. Njeriu është përballë dy sfidave të mëdha. Përballet me ato dëshira që i do egoja, nefsi i tij, dhe ta vetë kontrolloj veten e tij, ta edukoj të përpiqet, ta edukoj shpirtin e tij dhe ai të bëj vetëm ato punë që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall. Dhe në anën tjetër është një tjetër njeri që nuk ka asnjë normë, që nuk ka asnjë rregull, që ka një liri pa kufishme, ka një liri absolute dhe ai thotë unë do të bëj çdo gjë, jeton në moskokçari dhe jeton në mes të antivlerave. Profeti alayhis salam na tregon mjaft qartë dhe na thot: "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bish shahawati." Xheneti është rrethuar me gjëra të vështira, thot profeti alayhis salam, ndërsa xhehenemi është rrethuar me ato gjëra, me ato punë, me ato dëshira që i ka përkollaj egoja jon, që i ka përkollaj njeriu, që i duken të bukura, që i duken shumë të shijshme kur ai i zbaton dhe i vepron, ka një gëzim të pamas kur ai e bën gjunahun, kur e bën mëkatin, kur i bindet egos së tij. Pra rruga për në xhenet nuk është një rrugë e thjeshtë, por është një rrugë me përgjegjësi. Është një rrugë me përgjegjësi përballë Allahut Azza wa Jall, përballë adhurimit të tij, përballë atyre gjërave që Zoti i ka bërë të ndaluara. Është një rrugë e vështirë që ti përballë bindjes, përballë shërbimit të prindërve tu, të tregohesh durimtar duke i shërbyer aty. Edhe kur ata nuk dinë çfarë bëjnë, nuk dinë çfarë flasin, kur ata vetëm se kërkojnë ti, do të nënshtrohesh urdhrit të Zotit, do ta sfidosh egon tënde dhe përsëri do të durosh edhe do t'i shërbesh. Po kështu edhe me bashkëshortën, edhe me edukimin e fëmijëve, përballë çdo përgjegjësie duhet një përpjekje e vazhdueshme, e brendshme e njeriu që ai të dalë me sukses. Pa rruga që të çon për në xhenet, pa është e rrethuar me pengesa, me vështirësi që ty nuk të vjen mirë kur i bën. Ndërsa rruga për xhenem është një rrugë e lehtë, që i duket njeriu rrugë e drejtë, rrugë shumë e qetë në pikë të parë, në pamje të parë kur ai e bën. Një jetë të shprenuar, një jetë që i bindet egos tij, një jetë që është bërë skllavi i epshit tij. Dikush paran, dikush famën, dikush femrën, dikush nuk e ruan derin, dikush ikën mëngjes nga familja e tij dhe shkon në darkë, dhe nuk di as përgjegjësinë për prindërit, për bashkëshortën, për edukimin e fëmijëve dhe asgjë tjetër. Dikujt tjetër i duket më lehtë të rri gjithë ditën kafeneve me shokun e tij, sepse sa ai të rri me bashkëshortën e tij, me prindërit e tij, të dalë me prindërit e tij, me fëmijët e tij. Pra rruga për xhenem njeriu i lehtësohet dhe i duket e ëmbël. Sfida është pikërisht njeriu të dallojë këtë gjë që Zoti ja ka qartësuar mjaft qartë dhe ditë çfarë të veprojë, ku ta veprojë
dhe mënyrën se si ai do ta veprojë këtë gjë që të fitoj këtë sprovë që çdo kush prej nesh përballet padyshim në jetë. Pra rruga për xhenet është gjithmonë e vështirë dhe nuk është asnjëherë e lehtë. Gjunahu në fillimin e tij i ëmbëlsohet njeriu në brendin e tij dhe shejtani shkon dhe ja zbukuron. Por ai që ka një fije besimi, një grimsës nga besimi tek Zoti, pasi e kryen gjunahun, një ndjenjë pendese në brendin e tij. Dhe është një ndjenjë që ai nuk do as veten e tij dhe vetja e tij duket e tepërt. Ndërsa nënshtrimi ndaj Zotit kërkon bindje, përpjekje, sakrificë dhe në momentin e parë që ajo veprohet që ndodh është mjaft e vështirë për gjithë secilin prej nesh, por në fund kur ti ke çuar një punë të mirë që ke bërë për hir të Zotit, ajo të jep një ëmbëlsi të vazhdueshme për gjatë gjithë jetës tënde, dhe kjo është sfida më e madhe e gjithë secilit prej nesh të nderuar besimtar. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Ai njeri që kalon çdo cak, çdo normë thot Allahu Azza wa Jall, dhe është i ndikuar dhe ai jeton vetëm për kënaqësitë të kësaj bote, jeton në mos kokçarje, në mos përfillit të asgjëje, për atë ekziston vetëm egoja e tij dhe ai bën çfarë dëshiron egoja e tij. Atëherë për këtë njeri thot Zoti, vend strehim do të jetë vetëm xhehenem. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Ndërsa ai që i friksohet pozitës madhështisë të Zotit gjithësisë dhe e privon veten nga ato gjëra që Zoti, që egoja e tij dëshiron, por në fakt Zoti ja ndalon. Dhe ai njeri do të ketë si vend strehim xhenetin, thot Allahu Azza wa Jall. Kjo nuk do të thotë që besimtari është shkëputur nga kjo botë me tërë qenien e tij. Kjo botë është kalimtare dhe rrethi i të lejuarës, rrethi i hallallit që Zoti ka caktuar për ne është më se i mjaftueshëm që njeriu të jetojë i lumtur në çmë këtë botë. Rrethi i hallallit që Zoti na ka bërë të lejuar është shumë i gjerë dhe është më se i mjaftueshëm për njeriu. Po njeriu nuk duhet pi alkool, nuk duhet konsumoj mishin e derit, duhet konsumoj atë mish të pastër që është halal dhe i thirrur me bismillah. Pa të ndalohet vetëm mishi i derit, po sa mishat të tjerë që janë të lejuara. Ti fokusohesh tek alkooli, po sa pije të shëndetshme Zoti ty t'i ka bërë të lejuara, që ti edhe merr kënaqësi, por edhe nga ana shëndetësore janë shumë të dobishme. Ndërsa ajo që është ndaluar është e dëmshme si nga ana shëndetësore, por edhe tek Zoti barra është mjaft e madhe. Pra ai njeri që jeton me moskokçarje dhe jeton pa rregulla, pa norma, vendstrehimi për këtë është xhehenemi, dhe ai njeri që privon veten e tij, edukon shpirtin e tij, egon e tij dhe jeton në bazë të asaj që dëshiron Zoti, atëherë ai njeri do të ketë si vend strehim xhenetin, thot Allahu Azza wa Jall. Pa rruga drejt shpëtimit nuk është e lehtë, ndërsa rruga drejt shkatërimit është shumë e lehtë dhe shpesh duket e ëmbël dhe e lehtë. Prandaj ne duhet të merremi duke kundërshtuar këtë gjë, duke punuar, duke bërë sakrificë. Për shembull, namazi që është tylla e Islamit kërkon përpjekje të vazhdueshme që njeriu ta falë në mënyrën më të mirë të mundshme. Njeriu e nis ditën e tij duke falur namazin e mëngjesit, namazin e sabahut. Por çfarë të rret pikërisht muezinin në ezanin e sabahut? Përveç fjalëve që thuhen gjatë gjithë ditës në ezanin, në mëngjes janë dy fjalë shumë të bukura që kërkojnë përpjekje nga gjithë secili prej nesh. As-salatu khairun minan nawm. Ti je duke fjetur, duke bërë një rutinë të jetës tënde. As-salatu khairun minan nawm, vërtet zëri i ezanit të rret zëri i muezinit, duke thënë namazi është më i mirë si gjumi. Pra në këtë botë duhet përpjekje, duhet vendosmëri, rruga për në xhenet nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Ti do ta mështrosh egon tënde, do të zgjohesh, do të marrësh abdez, do të falësh namazin e sabahut, dhe ai njeri që e bën këtë gjë është në mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, thot profeti alayhis salam. Dhe ai njeri që nuk e bën këtë, atëherë shejtani çdo ditë i lidh 3 nyje këtij njeriu dhe ai e ka kontroll, i ka si frerë që kontrollon njeriu në çdo mënyrë, në çdo situatë që do shejtani, e kanalizon njeriu drejt atyre dobësive që ka njeriu në brendin e tij, kur ai nuk e nis ditën me këtë përpjekje kaq të madhe, dhe jo të gjithë reflektojnë kur e dëgjojnë këtë gjë. Pra,
Ai që i friksohet pozitës Zotit dhe ndalon veten e privon nga disa gjëra, ai njeriu do të ketë si vend strehim në xhenetin, pra e privon veten nga ngrohtësia e shtratit tënd, nga reatia e gjumit tënd, shohesh me bismillah me emrin e Zotit dhe ti fal namazin e sabahut, dhe kjo gjë ndodh me agjërimin, me zakatin dhe me çdo punë të mirë që bën njeriu, po ashtu morali i mirë kërkon vetë përpajtje, kërkon vetë kontroll të vazhdueshëm të nderuar besimtar. Prandaj thot profeti alayhis salam, thot Allahu në hadith kutsi, unë nuk bashkoj në zemrën e njeriu dy siguri dhe nuk bashkoj dy frikë. Ai njeri që është i sigurt nga dënimi im në këtë botë, jeton me moskopçarje, e bën haramin pa u frikësuar fare, jeton një jetë pa norma, pa rregulla, një jetë në mes të haramit, atëherë thot ky njeri ditën e gjykimit do të ketë një frikë të jashtëzakonshme të tmerrshme. Ndërsa ai njeri që më frikësohet mua në këtë botë, i frikësohet madhështisë së Zotit, duke ditur çfarë e pret, atëherë ditën e gjykimit këtë e pret një siguri nga ana e Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Prandaj njeriu duhet të shoqërohet me njerëz që adhurojnë Zotin, me njerëz që jetojnë në bazë të këtyre normave. Sahabët e nderuar, shokët e profetit alayhis salam, i thonin vazhdimisht njëri tjetrit: "Ta'ala nu'minu sa'atan." E janë të ulim të besojmë një orë, të flasim një kohë të caktuar për besimin e Zotit, të flasim për bukuritë e besimit, të flasim për madhështinë e Zotit, të flasim për frikën ndaj Allahut Azza wa Jall, për frikën e dënimit të Allahut Azza wa Jall, dhe uleshin dhe në fund lexonin surën Asr. Pa shakon, është sura Asr që të gjithë e dinë, dhe çoheshin dhe vazhdonin punët, angazhimet e jetës së tyre. Prandaj rruga e së vërtetës kurrë nuk ka qenë e lehtë. Ashaddu an-nasi balan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Njerëzit që kanë kaluar sprova më të mëdha në këtë botë janë profetët e Allahut Azza wa Jall, pastaj pasuesit e tyre dhe dietarët dhe kështu me radhë. Nuk gjen dietar në jetën e kësaj bote të përkohshme që të mos ketë kaluar sprova më të mëdha. Çfarë nuk i kanë thënë, e kanë akuzuar, je i devijuar, e kanë akuzuar për nder, për moral, për pasuri, për çdo gjë. Dietarët më të mëdhenj të umetit janë burgosur, janë surgjinosur, çfarë nuk i është bërë familjes tyre, çfarë lloj dënimi i kanë bërë, lloj intrige i kanë bërë, dhe ata nuk kanë hequr dorë, janë sprovuar nga sprovat më të vështira, sepse rruga për xhenet, rruga për në faljen e Zotit nuk është e lehtë, por kërkon përpjekje të vazhdueshme të nderuar besimtar. Nefsi, egoja jon kërkon rahati, kërkon lehtësi dhe kënaqësi të menjëhershme, ndërsa imani, besimi në Zot dhe morali i mirë kërkon përpjekje, sakrificë dhe vetë kontroll të vazhdueshëm. Çdo vepër e mirë që i shkon kundër dëshirës së nefsit, të egos së njeriu, është një hap drejt xhennetit. Egoja ushqehet me kënaqësi të shpejta që e varfërojnë shpirtin dhe i japin një zbrazëti shpirtërore që në këtë botë. Pra ai njeriu që jeton mes haramit e ndjen një zbrazëti shpirtërore që në këtë botë dhe nuk është i qetë, edhe pse ti je shehur mund të ketë pasuri, mund të ketë pushtet, mund të ketë poste të mëdha. Në fakt qetësia e tij shpirtërore ka një zbrazëti shumë të errët, shumë të madhe, dhe jeta e tij është një ankth, është një stres i vërtet, sepse nuk mund ta gjej atë gjë me pasurinë që ai ka fituar në rrugë jo legjithime. Ajo që na mësojnë dietarët në këtë botë, killatul ta'am wa killatul manam wa killatul kalam. Njeriu të haj pak, të flej pak dhe të flas pak, janë tre normat shumë të rëndësishme që njeriu duhet i ketë kujdes në këtë botë. Ne dëgjojmë shpesh, jemi një kohë që çdo ditë numërimi tashmë ka filluar mbrapa, dhe ne çdo ditë vetëm se afrohemi muajit begat të Ramazanit, jemi në muajin Shaban, ku profeti agjironte shpesh. Prandaj të fillojmë dhe të rregullojmë veten tonë, të zgjohemi nga shkujdesja në të cilën jetojmë, të heqim dorë nga shoqëria e errët, sepse nuk mund ndodh ndryshimi për mirë kur ti jeton mes të keqes, mes shoqërisë të keqe. Por hiq dorë nga ajo shoqëri dhe nis një jetë të re, dhe zgjohu nga shkujdesja e madhe që të ka kapluar, dhe lidhu fort me Allahun Azza wa Jall. Mos u bëj siç tha Aliu radhiyallahu anhu, an-nasu niyamun idha matu intabahu. Njerëzit me shkujdesin e tyre janë në gjumë, dhe kur të vdesin do t'i hapin syt edhe do të zgjohen, tha Aliu radhiyallahu anhu. Por janë një shkujdesje aq të tillë, aq të madhe,
kanë hyrë në një rrugë të tillë që shkujdesja ka kaluar skajin e çdo norme dhe njeriu kur vdes, në fakt ne themi i mbylli syt, por do t'i hapi syt në një dimension tjetër për në botën e përtejme dhe aty do të kuptojë që çfarë pas kam bërë, çfarë i pas kam bërë vetes, për çfarë e pas kam ndjekur veten time, pra mos bëhemi si qelë në momentin që ne të largohemi nga kjo botë, sepse nuk i bën dobi askujt. Po ta mbyll këtë hutbë me një ajet në Kur'anin famlar që ta dëgjojmë në vëmendje gjithë secili për nesh, që Zoti i gjithësisë si dhe shumë ajete të tjera e përshkruan jetën e kësaj bote, por ky ajet është shumë domethënës që përshkruan me shumë fjalë jetën e kësaj bote. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ta dini, mësojeni mirë të Zoti i gjithësisë, se jeta në këtë botë nuk është tjetër vetë se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburrje dhe garë ndërmjet jush për më shumë pasuri dhe fëmijë. Kamathali ghaythin a'jabat kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dhe kjo i shëmbëllen bimës e cila pasi ka rënë shi pas shiut rritet dhe i gëzon buqit, por më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pa vlerë. Pra, çdo gjë në këtë botë ty të mahnit, ajo ndjenja e bukurisë kalimtare së bote është si shembulli i shiut që bie shi, bima bëhet e gjallë dhe pastaj ajo zverdhet edhe thahet edhe zhduket, e tillë është dhe jeta e kësaj bote. Wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Pa tregon fjalë për fjalë çfarë është jeta e kësaj bote. Ndërsa në botën tjetër, thot Zoti, ju presin ose vuajtje të mëdha, të jashtëzakonshme ose falja e Allahut dhe kënaqësia e Allahut azza wa jall. Dhe mësojeni mirë, thot Zoti i gjithësisë, jeta në këtë botë nuk është gjë tjetër vetëse kënaqësi e rreme dhe kënaqësi mashtruese që e mashtron njeriu. Ky është thelbi i jetës së kësaj bote që Zoti e përshkruan më së miri në Kur'anin famlar. E lutim Allahun azza wa jall që t'i pastrojë egot tona, shpirtat tanë, sepse ai i pastron më së miri. E lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë besimtar që jetojnë me norma ashtu siç do Zoti i gjithësisë. E lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë të mjaftueshme hallalin e tij, të na largojë nga harami, dhe lutim Allahun azza wa jall që të na japë mirësi nga mirësitë e tij të pafundme. E lutim Allahun azza wa jall që na mundsoj të bëjmë punë të mira, që ta përmendim më së miri atë, që ta adhurojmë më së miri Allahun azza wa jall dhe që ta përmendim më së miri Allahun azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që të na jap jetë shëndet, që të na mundsoj të arrijmë shëndoshë e mirë muajin e begatë Ramazanit. E lutim Allahun azza wa jall që të na largojë nga çdo punë e keqe, nga çdo njeri i lig, nga çdo njeri që është me vese.